Në ditën e dytë të vizitës në Vatikan, kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim në Pallatin Apostolik me Papa Leonin e 14. Vetë ati i shenjtë pritin audiencë kryeministrin shqiptar. Gjatë takimit me Papa Leonin, kryeministri Rama ishte i shoqëruar me bashkëshorten e tij Linda dhe djalin Zaho. Gjithashtu pjesë e vizitës në Vatikan ishin edhe takimet me sekretarin e shtetit të Selisë së Shenjtë, kardinalin Pietro Parolin dhe imzot Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Sipas zyrës së shtypit të Selisë së Shenjtë, në fokus të bisedimeve ishin marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Vatikanit, por edhe tema që lidhen me çështjet rajonale. Në bisedimet e përzemërta, u vu në duke marrëdhënia e mirë që ekziston ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Republikës së Shqipërisë, si dhe u trajtuan tema me interes të përbashkët që lidhen me marrëdhënien ndërmjet bashkësisë kishtare dhe asaj civile. Gjithashtu, në fokus ishin edhe çështjet kryesore rajonale, përfshirë situatën në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe argutimin e Shqipërisë drejt integrimit të plot në Bashkimin Evropian. Një tjetër ndalesë e kryeministrit së bashku me bashkëshorten e tij do të jetë edhe në Bazilikën e Shën Pjetrit dhe në disa nga ambientet më të rëndësishme të Vatikanit, përfshirë Kapelen Sistine dhe altarin e Shën Gjon Paulit të dytë. Gjithashtu si pjesë e programit të qëndrimit në Selinë e Shenjtë ishte edhe vizita tek vendvarrimi i Papa Franceskut në Bazilikën Santa Maria Maggiore, ku Rama me familjen e tij vendosen edhe buqeta me lule.